Në qytetin e Pogradesit është zhvilluar një tryezë përbashkët diskutimi mes shoqatave të turizmit, Bashkisë së Pogradesit dhe operatorëve turistik të zonës. Qëllimi i takimit ishte forcimi i bashkëpunimit midis agjencive turistike dhe subjekteve të hotelerisë për të rritur numrin e vizitorëve që zgjedhin Pogradecin si destinacion turistik. Në këtë takim u theksuar rëndësia e krijimit të një dege të Unionit Turistik të Shqipërisë në Pogradec për të qenë më pranë bizneseve vendase dhe për të adresuar nga afër problematikat që has sektori. Sipas kryetarit të Unionit Turistik të Shqipërisë, Rahman Hasa, synimi është që në planet e ardhshme të përfshihen paketa turistike që do të zgjasë të paktën 2 ose 3 net qëndrimi në Pogradec, duke i dhënë qytetit më shumë impakt dhe përfitime ekonomike. Ai theksoi se përmirësimet e infrastrukturës rrugore dhe akset e reja drejt qytetit e bëjnë Pogradecin gjithnjë më tërheqës për turistët vendas dhe të huaj. Një ndër temi ato direktivat që ne do e kemi si shpejt, do të kemi krijimin e një dege në Pogradec, pra për të qenë pranë bizneseve në kontakt vazhdueshëm, me qëllim që të johin nga afër gjitha problematikat, gjitha shqetësimet, por edhe gjitha nevojat që ka, edhe pse jo edhe një bashkëpunim shumë të shpejt, sepse patjetër që bashkëpunimi ka ekzistuar, do të ekzistojë, por ne themi të arrisim bashkëpunimin për shkak të edhe zhvillimeve të kohëve të fundit të Pogradecit, qofshë saj të rrugore, pra infrastruktura e cila ka ardhur përmirësim të madh, qofshë aksesimi i rrugëve të reja e cili ofron Tiranën, por edhe me aksesimin e atraksioneve turistike historike, më fal, që ka kulturore historike, që ka Pogradeci, si atë janë, siç e thash edhe aty janë ndër, le të themi, ato histori, ajo është historia që ne krenohemi. Duke qenë se gjithë rajoni është, le të themi, shumë i orë që në 8.000 vjet përpara, siç edhe zbulimit e fundit. Pra ne kemi çfarë të tregojmë turistëve dhe ne do të tashmë do të ofrojmë një paketë spako minimumi 2 net ose 3 net qëndrimi në Pogradec, sepse deri tashmë fat keq është anashkaluar Pogradeci ose ajo që ka qenë, le të themi, pjesë e guida tona ka qenë një drek në Pogradec. Pra, ne kemi atë planin tonë, cilën do ta diskutojmë dhe me subjektet e zonës, të gjithë operatorët e zonës, edhe në kuadër të organizimit të ri që do bëjmë, dhe mendoj që duke filluar nga viti tjetër do të kemi një rritje ose një vërtet, domethënë, një impakt shumë më të mirë Pogradecit. Ndërkohë, kryetari i Bashkisë së Pogradecit, Ilir Gjakolli, vlerësoi bashkëpunimin e ri me Unionin Turistik dhe njoftoi se pritet që vitin e ardhshëm të firmoset një marrëveshje me qytetin e Ohrit për bashkëpunim të ndërsjellët në fushën e turizmit. Ai shtoi se 4 chartera të rinj do të përfshin Pogradecin në itineraret e tyre, duke sjellë turistë që do të qëndrojnë në qytet për 1 ose 2 net. Gjakolli theksoi gjithashtu se është e rëndësishme që operatorët turistik dhe vetë bashkia të bëjnë përpjekje për të shfrytzuar sa më shumë mundësitë që ofron aeroporti i Ohrit, duke e kthyer Pogradecin në një nga destinacionet më të vizitueshme të rajonit. Besoj që në 2026, në fund të 2026, tha që do lidh një marrëveshje me Ohrin, besoj që ai, siç e tha dhe vetë, duhet 4 chartera do qëndrojnë dhe do vinë dhe bëjmë marrëveshje për të ardhur dhe në Pogradec për të kaluar një natë apo 2 net. Besoj që është një lajm i mirë, por nuk është vetëm kjo. Unë them që ka potenciale edhe vetë bashkia, po edhe vetë operatorët e Pogradecit që merren me turizmin, duhet patjetër të bëjmë përpjekje për të shfrytzuar aeroportin e Ohrit. Në përfundim të tryezës, pjesëmarrësit u shprehën se bashkëpunimi mes institucioneve dhe bizneseve lokale është çelësi për ta kthyer Pogradecin në një destinacion turistik të qëndrueshëm gjatë gjithë vitit, me përmirësimin e infrastrukturës, oferta turistike dhe lidhjeve ndërkufitare, qyteti pritet të marrë një frymë të re zhvillimi, duke forcuar pozicionin e tij si një nga perlat e turizmit shqiptar.